më. Në qoftë se... Ka rënë dinjiteti pedagogut për tokën. Unë po ta them që ka rënë dinjiteti, unë e bëj vetë kërkimin shkencor. Në qoftë se dua të rritem akademikisht, duhet të marr nga buxheti familjes time, pra të punoj dhe bashkëshorti im që unë të rritem akademikisht. E kuj do t'ja shezësh të mend ti? Këto mend të paktën të ngelem në tregun e punës këtu ku jam. Bashkëja përgjithësia aty te komisioni profesorëve atje që do vendosin një artikull shkencor në një revistë të rankuar mirë bën 600 euro. 2500 franga zvicerane kam para një muaji në Qinish. 2500 franga zvicerane. 600 euro, t'ja hequn familjes 600 euro fëmijëve. Unë mendoj që pavarësisht i ndryshimi nesër do jetë po njësoj si sot, mos edhe më keq. Pra do ketë më pak student në bankat e universiteteve. Ne do mblidhemi, diskutojmë po këtë problematika mos edhe më thelluara, pra ky nuk do ndryshoj pothuajse asgjë. Më shumë janë arna cilët janë më shumë për konsumim publik sesa për impakt real. Dokumente kemi sa të duash, duhet financim. Ajo çka parashikon kjo strategjia është një strategji që secila jalë brenda strategjisë vetë brendshme është munduar që ta aktualizojë dhe është munduar me të gjitha forcat që të bëjë edhe bashkëpunime në projekte, është munduar me të gjitha forcat që të ketë edhe bashkëpunime dypalshme me institucione shtetërore për sa i përket praktikave, për sa i përket internshipeve, stazheve të studentëve, apo qoftë edhe shkëmbim njohurish dhe eksperjencash. Por, si duhet ndërhyjë qeveria këtu? Unë jam kurioze të di, sepse nuk mund të merremi vetëm me institucionet shtetërore, ka dhe shumë kompani të cilat janë kompani private. Çfarë lehtësirash do t'i japi qeveria shqiptare këtyre kompanive në mënyrë të tillë që të marrin një numër caktuar të studentëve tonë në stazh çdo 6 muaj dhe ky stazh të jetë i paguar, sepse me një pagesë sigurisht minimale. Por nga ana tjetër që kjo kompani të nxitet ta bëj këtë, duhet të ketë një farë subvencionimi nga ana shtetit, apo dhe një farë rregulli dhe ligji. Kështu që në këtë sens, kush është mesazhi im, unë mesazhin e thash që në fillim fare, nuk bëhet arsimi me arna. Arsimi do dedikim total, nëse duhet bëhet. Nëse jo, pastaj unë mesazh të vazhdojmë. Enrico, arsimi do të 10% buxheti i shtetit. Pesa, man. 5, ta filloj me 5. Po duhet 10 se jemi shumë brapa. 5 do ishte në gjendje normale. 5 kanë ata që e kanë mirë. Këto ndryshime, unë e thash, ligji i arsimit lartë është ndryshuar 3-4 herë. Kjo është kështu, prishkusia bëj kanaçe. Është shumë e thjeshtë. Erion? Po, se të qanë zemra. Jo, më qanë zemra, do me thënë deri në atë pikë tani që... Se kur të thash unë bëju politikan, do bëjsh e... Jo, tani fry, si tha i këte Baçja i tha dhe bëjnë një gjë që se u thanë ato, për mendimin tim, do me thënë tani shumë vonë, nuk... Tani bëjnë shurën Baçës. Po, paka shumë... Te filmi Brazda. Ambazë jemi dhe profesor. Te filmi Brazda. Po, pra, pikërisht jemi profesor, do të thënë gjëra të... Plas shpirti, dalin dhe fjalët. Unë them këtë gjë, që inshallah ata trafikantët vëndorën në zëmër për ne, edhe si të na hapi na një ma unë vetëm duam ne, edhe mbarojmë punë për një 10 vjetë, s'ka nevojë për këto lekë këtyre. Ashtu, dhe një kjo. E dyta, ka dhe një zgjidhje tjetër më praktike, që është me thjesht edhe më ashtu. Për të qetësuar shpirtin dhe Enrico dhe profesorët edhe kolegët e mi të nderuar, di si qetëson, një ti futi gjumë në dore lam, ato shkratëri dole lan, fle gjumë, dha dhe i haron të gjitha hallet. Edhe buxhetin. Janë të shtrenjtë, Do të shkojmë në publicitet dhe takojmë me njerë në Vënçe.